Kjo është sallata që bëra sot, është sallata që rritet vetëm në Treviso, e quajnë radicchio di Treviso. Del në këtë periudhë, është shumë e shtrenjtë, është 6 euro 7 euro kilja, po sot mori nuse pronarit tek njeri që i njifte, edhe mora dhe unë 2 kile se na i kaloi me 4 euro. Kjo sallata rritet dhe infarkohet në tokë, pastaj shkullet edhe hidhet në përvaska me ujë. Dhe atje pastaj mbijnë e gjitha dhe pastrohet pastaj me thikë që del në këtë mënyrë. Ama është super. Të mund ta shoqërosh me misër, me aceto balsamico. Kurse unë e shoqërova vetëm me portokallë, vaj dhe krip se nuk kisha as misër dhe as aceto, më kishte mbaruar. Edhe burri po mbush shishen e tija me verë, se i prura verë sot, se i kishte mbaruar. Sot bëra një darkë të thjeshtë të shpejtë se fëmijët e mëdhenj nuk i kisha. Edhe të gjithë më vini më pëlqen, shumë veta më ndjekin, po ka disa që nuk më ndjekin akoma. Pse nuk më vini follower?